Njoni i Shqipnis i shkonar në Kosovë, ka të dë akraba dhe nejtë dë ditë, dikur u këthy atje, edhe ata tash shkun edhe pevesin qysh ka përcjeve atje në Kosovë, qka kish atje, qka i kishin halët e... Valaj mirë, tha mirë, krejt, po i kishin një 3 sifatet këqia. Një tha, pi bajshin duqit, gajlet e huja tha pi qitshin për para, e gajlet e veta mrapa. E dyta tha, pi shitshin kijet e mdhej, e përpunojshin me dëmzet, të pamsum, e pja u theshin zgjellën, e pja u bojshin 100 qedere. E treta, kur pu nga të rojshin 2 vetë, 2 familje, nuk pjërreshin gati më shkua mi pajtu, po pileshin që ashtu njerë deri sa vrahën nërmje veti, të një hajde vëllat shkujem të pajtujem. E nesh që kjo puna e gajleve, kjo dhe sëd e kësaj dite gjithmonë nuk paharrohet. Dertët e huja gjithmonë po na interesojnë ma shumë. E dyta, me mzete me kita është veç s'po kem punë mo, po që kjo e treta, që i shdasht më konë pak ma minajt gati, kjo jo që munohen njerëzit ka njëherë mi pajtu e po veç ka dhezin fesat edhe ma shumë, përon është anë i knej, edhe atëherë veç pritet të kishin.